Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosi nuk kanë arritur një marrëveshje për krijimin e një bloku opozitar. Në takimin e sotëm, liderët e këtyre partive thanë se mundësia për bashkëpunim është ende larg realitetit. I respektoj mendimet e tyre, ashtu sikur se ne, po ashtu kemi bindjet tona, që po ashtu janë tona, dhe nuk ndigohen nga mendimet e cilit do në politikë. Këtë edhe në vazhdimsi e kemi vërtetuar dhe qëndrojmë te kuptohet që interesi është i subjekteve politike me gjetë instrumenta, me gjetë mënyra të bashkëpunimit, përmes cilave realizojnë qëllime të qytetarëve të vendit. Nuk i kemi pikpamjet e njëjta, nuk i kemi programet e njëjta, me këto dhe i ballafaquam sot, por mendojmë se ky vit është vit vendimtar për Kosovën. Nëse në vitin 2013 o 2014 nuk rrëzohet ky regjim, bindja ime e fuqishme është që shteti i dobët i Kosovës rrezikon pakthyeshëm që të bëhet shtet i dështuar. Prandaj kjo ndjenjë urgjencës që e kam, duke pas parasysh edhe forcën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në kuvendin e Kosovës, na shtyll neve që t'i bëjmë këto përpjekje.